Për Shqipërinë dhe Shkodrën kishte dëgjuar nga shqiptarët që jetojnë në Zvicër, të cilët i çonin fëmijët në shkollën ku ajo i jepte mësim. Kështu sapo doli në pension, vendosi të vinte për vizitë turistike në Shqipëri. Bëhet fjalë për mësuesen zvicerane, Verenea Winzentriet nga Berna, e cila realizoi vizitën e saj të parë në vendin tonë dhe ndihet e entuziazmuar nga bukuritë natyrore dhe mikpritja e njerëzve. It's my first time. Është hera parë që vjen në Shqipëri dhe është shumë e lumtur dhe shumë krenare që ndodhet në këtë. Në Zvicër ndodhen shumë shqiptarë që shkojnë në shkollë. Edhe kjo ka qenë mësuese në shkollat në Zvicër dhe atje ka dëgjuar për Shqipërinë dhe për Kosovën. Ura Mesit është një nga objektet e trashëgimisë kulturore që i ka bërë më shumë përshtypje gjatë vizitës në Shkodër. Ajo ka realizuar edhe shumë fotografi për t'i pasur si kujtim nga kjo zonë. I think it's very important. Shumë e rëndësishme për të studiuar urat dhe për ta kuptuar rëndësinë e ndërtimit të urave dhe lidhjen që ka midis popujve. Shkodra është një qytet i qetë dhe është shumë e lumtur që ndodhet në Shkodër. Turistja nga Zvicra, Verenea, shpreh se po ndihet shumë mirë në Shqipëri, një vend me pamje të mrekullueshme natyrore, me diell dhe mbi të gjitha me njerëz që i respektojnë të huajt. Ajo thotë se sapo të kthehet në vendin e saj, do t'ua rekomandojë miqve që të vizitojnë këtë vend të bukur.